çfarë thot Allahu për namazin? Allahu në Kur'an pas njëshmërijës e ka përkujtu shumë namazin. Kur themi e ka përkujtu shumë namazin, e ka kuptun, e ka përkujtu në mënyra të ndryshme. Shumë ajete, me qindra ajete ka në lidhe me namazin. Ju ka drejtu Allahu dhul xhelal besimtarve, duke i thonë, falni namazin, jepni zeqat. O ju të cilët keni besu, përgatitni vetën e juve me sabër dhe me namaz. E ka përmet namazin ditën dhe natën. E ka përmet namazin edhe si një kërcënim për besimtarin nëse ai e anashkalon. Sepse e ke parasysh namazi për besimtarin nuk është vetëm nëse don, banë, nëse don, mos e ban. Jo, namazi është i patjetërsueshëm edhe nëse je në shtrat, edhe nëse je faktikisht i smur, edhe nëse faktikisht je rrugës, ka lehtësime, por nëse ti largohesh prej namazit, kjo është një send që ti e hidhron Zotin dhe me duart e tua dhe me veprat e tua mundohesh që ti ta fitosh një vend që ai vend nuk është i mirë për tyje. E këtë rast, Allahu dhul xhelal në Kur'an e përmend Allahu punën e zeqatit dhe punën e namazit. Pastaj e përmend namazin sikur një vend për ata të cilët nuk janë falen. E tash, për ata të cilët nuk janë falen, Zoti e përmend në Kur'an se xhehenemi ka shumë emra, e një për emrave është Sekar. Dhe ai i gjithdijshmi i thot ma salakakum fi Sekar. E çka ju pruni juve në këtë vend? Ato do të thojnë qalu lam nakum minal musallin. Pra na nuk ishmi nga ata që bënim namaz. Nuk ishim nga ata që u falshin. E tash, kur Allahu dhul xhelal e përkujton namazin shumë herë në Kur'an, do më thonë diçka është me vlerë. Çështja ka në rrezikshme. Është e rrezikshme dhe është shumë me vlerë, edhe në këtë rast kjo puna e vlerës së namazit, sa është me vlerë, është edhe kundërta e kësaj. Tash, pse ti të bëhesh sebeb ta mohojsh namazin, Zoti na ruaj, atëherë ti është pikpyqje edhe ma besimi jot. Por në këtë rast ju themi besimtarve, të cilët her pas here ato me dembeli e loj namazin. Do njeri mashtron puna, do njeri mashtron dita, do njeri mashtron nata, do njeri mashtron shoqëria, edhe ai nga neglizhenca e lën namazin pas dore. Namazin kur ta lojsh pas dore nuk është vetëm se një mëkat edhe e ke bë. Është nga mëkatet e mëdha, është gjuna i madh. Edhe në këtë rast kur ti shembull namazin e ke përpara, a para se gjithash, atë që e ke përpara është fjala Allahu dhul xhelal, e Allahu për obligoshmërinë e namazit ka thonë për shembull me një ajet prej ajetave wa iqimus sala wa atuz zaka warka'u ma'ar-raki'in. Falë namazin, jepë zakatin dhe bën ruku me ata të cilët bëjnë ruku. Do të thonë ta falësh namazin jo vetëm vet, por edhe me xhamat. Pastaj namazi i rregullt dhe ajo që ka quhet përkushtim për tyje, Zoti e ka përmendën. Pra, namazi është shpëtim për besimtarët dhe është përkushtim për besimtarin. Thot me një ajet Zoti, kad eflahal mu'minun, kanë shpëtu, thot besimtarët. E si kanë shpëtu? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, dhe ata me namazin e tyre kanë qenë të përkushtuar. E kanë falë namazin me përkushtim, e kanë falë namazin me frikë respekt. Tash namazi të jep frikë respekt, kjo qëtër temë, por na tash flasmi se si Zoti i përkujton ajetet në Kur'an. Kanë shpëtu besimtarët. Pse kanë shpëtu? Sa ata me namazin e tyre kanë qenë me përkushtim të plot, me një farë mënyre kanë qenë me frikë respekt dhe Allahut subhanehu wa taala. Pas Allahu dhul xhelal e përmend edhe namazin e atyre të cilët e kanë lënë. Ka pas njerëz të cilët Zoti i përmend në Kur'an dhe ju thot dënimi për ata të cilët e lanë pas dore namazin. Pra është një vend i cili quhet Ghayya. Dhe ai e përmend dhe thot khalefa min ba'dihim khalfun da'u s-sala
wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Pra ata të cilët e lanë pas dore namazin. Faktikisht Zoti i përmend edhe ata të cilët falen, por edhe ata të cilët e lojnë pas dore, e faktikisht fjala ghayya është faktikisht këtë rast një dënim i ashpër dhe një dënim i rrept për ata të cilët janë neglizhent dhe për ata të cilët nuk dojnë me dëgju për fjalën namaz. Pastaj për fjalëve të cilët Allahu Dhul Xhelal përmend në Kur'an është edhe keni kujdes namazet, edhe përmend namazin e mesëm, ku shumica e dietarëve thonë që namazi i mesëm është namazi i kindijes. Pra fjala sala në Kur'an është përmendur në shumë mënyra, me të vetmin qëllim që besimtari kur ta dëgjon fjalën e Zotit, ta dëgjon me një vëmendje të madhe, sepse kur dikush prej neve flet, sidomos profesori, mësuesi, arsimtari, edukatori, kështu me radhë, zonë si e dëgjon me vëmendje. Pse? Se nëse nuk ka vëmendje, ndëshkohet pastaj. Në këtë rast Allahu Dhul Xhelal ja jep urdhërin, ja jep fjalët se ky namaz është për të mirën e juve dhe për shëndetin e juve, për trupin e juve, për shpëtimin e juve, por në këtë rast edhe për shpërblimin që do ta mirën në ditën e Kiametit. Tash ai që është me namaz, ka shpërblim. Tash fjala e Zotit, shpërblimi për atë besimtar që i ka punët mirë me namazin, nuk ka tjetër përpos se xhenetin që Allahu Dhul Xhelal e ka përgatitur. Alhamdulillah,